Mirë mëngjesi të gjithëve. Atëherë sot do vazhdojmë me një ushtrim të maturës. Atëherë ushtrimi thot jepet fx-i më x plus 2 dhe gx-i 2x plus m. Për çfarë vlera të m-s është i vërtet barazimi i postëm f rrotull g-s dhe g rrotull f-s. Pra fillimisht nuk duhet të harrojmë konceptin e rrotullimeve. Pra kur funksioni i dytë rrotullohet rreth të parit dhe kur i pari rrotullohet rreth të dytit. Pra fillojmë me zgjidhjen. Në qoftë se kemi f rrotull g së x-it barazi me f e g së x-it, që do të thotë te funksioni i parë ku kemi x-in, variablin x, atëherë do vendosim gjithë funksionin e g së x-it siç e kemi edhe më poshtë, ku f-ja e g së x-it barazi me f e 2x plus m-s, ku është variabli, pra gjithë variablin e x-it e luajmë funksioni g së x-it, m që shumëson 2x plus m plus 2. Duke shumëzuar element për element 2mx plus m në katror plus 2. Tek g e f së x-it është e kundërta. G së f së x-it pra të funksioni i g-s, do të zvendësojmë gjithë tek variabli i g-s të x-i, do të zvendësojmë gjithë funksionin e f-s. G e f së x-it barazi me g-n e mx plus 2-shit barazi me 2m, 2 që shumëzon mx plus 2 plus m barazi me 2mx plus 4 plus m. Nga kushti kemi se do të vërtetojmë këtë kushtin lartë, që thot f-ja rrotull g së x-it barazi me g-n e rrotull f së x-it. 2m plus x plus m në katror plus 2 barazi me 2mx plus 4 plus m. Kjo është m në katror plus 2 barazi me 4 plus m. Ok, pasi 2mx me 2mx-in thjeshtohen. Vim në këtë trajtën m në katror minus m minus 2 barazi me 0, gjejmë m1-shi minus 1 ose m2-shi të jetë 2. Pra, që ky barazimi të jetë i vërtet, duhet që vlerat e m1-shit të jenë minus 1 dhe vlera e m2-shit të jetë 2. Faleminderit dhe për çdo paqartësi na kontaktoni.